për të cilën unë atëherë komunikoja me të dhe sugjeroja, dhe kur ai filloi ndërtimin, hapen ato, shikonin në gazetë ditën faqen e parë. Më ma thot, përbën kërcënim ushtarak Irani për Shqipërinë nga kolonel Hajrolimaj. Unë kam paraprirë të gjitha kërcënimet që po na bën Irani për mbështetjen kombëtare. Pyetje. Mundet një kryeministër, një president shqiptar t'i thoshte jo një sugjerimi, po quaj sugjerim, po nuk ka qenë sugjerim se ishte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. S'është fare vërtet. Si ishte vërtet? Ka filluar me zotin Berisha. S'është fare. Kontingjenti i parë. Hapen i shkrimi që tim është i argumentuar plotësisht. Shpjegojnë atë parë kur kanë lindur mujahedinët në Iran. Mujahedinët, po. Pse u largua vendos në Irak dhe pse Amerika dhe Bashkimi Evropian 8 vjet e quhet organizatë terroriste. Amerika me Bashkimin Evropian 8 vjet këtë organizat e quhen organizatë terroriste. Pse ja hoqin emërtimin? Pse kur para dhe marrëveshja e Berishës me zvendësat e Shtetit ka qenë për kalim tranzit në Shqipëri. Berisha priti 1000. Nuk ka qenë për kamp. Berisha, lexoni shkemi. Berisha priti 180, Rama 3020. I bëri 3200. Dhe ka vajtur 5000 thonë. Dhe më e madhja ndërtoi qytetës më vete dhe unë në shkrim që kanë bërë masi që dërguar dhe Ramës, që trajtojte, Irani është fuqia 13 ushtarake nga 127 në botës. Ka armatim më të sofistikuar. Dhe unë atje themte, 2 avion supersonik, sa të vinë NATO këtu, të shuajnë Tiranën. Ne kemi bëjmë me politika aventuriere, mondial. Aventuriere. Ne kemi diplomasi të jashtme komplet shorientuar nga Amerika dhe Bashkimi Evropian, ka kaluar me Izraelin. Pra, Shqipëria është në udhë kryq. Një njeri që studion dhe një politikat e mbrojtjes së sigurisë dhe diplomasin dhe si funksionon shteti, i ka tepër të qarta. Një njeri tani që nuk ka pat mundësira, dhe merret me atë bujqësinë ose me thashë themet në kafeneve, detyrimisht nuk gjykoj ka i thellë. Tu është problemi. Pra, Shqipëria në politikën e jashtme dhe në politikën e brendshme është në një nga krizat më të rënda dhe barabartë me vitet 92-97, në forma ndryshme, komplet. Dhe kjo situatë që vajti 2 muaj, protesta, që është lutë kombi shqiptar në këmbë, kombi shqiptar në këmbë, jo Shqipëria këtu, kombi shqiptar në këmbë. Kombi shqiptar themi Shqipëria, Kosova, Maqedonia, shqiptar Malezi, Amerikë, kombi, nuk Shqipëria. Pa kombi shqiptar në këmbë, e kuptoi dhe kështë kuptuar me kohë, po shpërtheu tani kur filloi problemi sovranitetit kombëtar. Kur filloi problemi Sazanit, i Zvërnesit dhe Vlora ime ku kam lidhur, nuk ka drejtori arsimore, e ka hequr, ka shkuar fije. Hoqi përpara se të shpërthente Zvërnesi urgjent ato hipotekën, se janë dokumentat që ka bërë shehu me shok, im shefi këtu fare, pa Shalimanin, me dekret sekretar që u zbulua të presidentit, 70 hektar ja ka dhënë mafia shqiptare dhe italiane. Kuptoni baza ushtarake detare pa Shalimanit, ku rivalizonte Bashkimi Sovjetik me Amerikën, dhe nga andeja Sazani, pra Shqipëria, u zhvesh komplet nga ato. Prandaj, mbrëm televizori turk, me shumë të drejta, ka bërë fare, thoshte, Turqia në rrezik. Shosha Turqia në rrezik. Përse? Shosha dhe. Turqia në rrezik, sepse Edi Rama, e ka braktis përfundimisht bashkëpunimin e sigurisë dhe mbrojtjes të Turqisë dhe në bashkëpunim me Greqinë. Greqia i dha Kiprin në jugut Sazanin, Greqia Izraelit i dha Kiprin në jugut, ndërsa Rama i dha Sazanin. Pra shikotin, pra Turqisë ai po i bllokon rrugën e Mesdheut dhe detit jonë dhe i kërcënon bashkëpunimin me botën myslimane në Ballkanin perëndimor. E kuptonte apo jo? Tani nga lacar dhe gjikë Turqia, i cili ka dhënë ndihmën më të madhe në bashkëpunimin ushtarak, ndihmën më të madhe materiale dhe ushtarake në Shqipëri, kemi dokumenta me shërbitorë ka dhënë Turqia, Amerika ka qenë mbështesje politike.
Por Amerika ka filluar mas 97-s ndihmë të pjesshme. Nësa ndihma ushtarake të plota, ka dhënë Turqia dialog me dokumenta. Nuk më do të mua as Turqia, as Amerika, as Salia. Më do të dhëllim. Unë them çka kam dhënë dhëllë tim. Me shifra. I duam Rahat Pasha dheu. Dhe them, kush e ka ndihmuar dheun? Ja sa ka dhënë kjo. Pse? 980 bursa dialog. 980 bursa, 94, 2001 që ka pjorur unë. Nga gjimnazat ushtarake, nga ka më të larta. 320 gjimnazat ushtarake. Edhe për policinë. 980 bursa ushtarake. Kur Bashkimi Sovjetik ka dhënë 860 e këtu. Në gjithë historinë e bashkëpunimit e Bashkimit Sovjetik kanë qenë vetëm 860. 980 vetë ato vite. Po, krijoi brigadë komando armatosi e Stërviti, brigadë kryesore jone. Krijoi bataljon special, ndërtoi Pashalimanin, ndërtoi Akademinë e Elizabeth Broka, Elizabeth Broka një ministër bodi i shkëlqyer, me të cilin bashkëpunuan për sosur, e sollan Turqi do prit të shkëlqyer, apo jo? Dhe të gjitha këto u prishën. Marrëveshjet e bashkëpunimit me Turqinë për ndërtimin e Pashalimanit dhe tani hapjen e uzinës, i ka mbyll bashkëpunimin me Turqinë, ja ka dhënë Izraelit. Ashtu që i dha dhe shkollën e aviacionit, dhe më e madhja, e ka hequr përgatitjen dhe stërvitjen e trupave speciale dhe brigadës komando që ka bërë Turqia me Amerikën, ja dha Izraelit. Tani, ha kuptoni? Devijuar komplet. Ky është futur komplet Izraeli, Izraeli që është antar e NATO-s, nuk përbën alat të nivelit strategjik në bordë të Shqipërisë. Dhe kjo që dhe loja e 302 milion eurove, që njerëzit nuk e dinë kush është shkaku. Marrëveshje sekrete. Nuk është sekrete fare, i bërë kyja. Ma kjo marrëveshje mondiale nuk ka filluar sot, kjo ka filluar para 2 vjetësh, që e diskutuar. Dhe vëngu prandaj u sharkua. Kësa nuk di fase kot. Vëngu që ka bërë nam, ku ka qenë drejtori përgjithshëm që kontrollon lartë i shtetit, me atë drejtor të shkëlqyer, me atë kryetar kontroll të shtetit Arbesheu, i vetmi institucion shtetëror në Shqipëri. Sot, iku spaku, është kontrolli i lartë i shtetit me kryetar Arbesheun, i cili ka zbërthyer komplet këtë krim të organizuar dhe vjedhje masive të dokumentuar. I vetmi institucion, por ekziston. I vetmi institucion, shikoj të dokumentin. Edhe mund të ndryshoj dhe jo. Dhe ka ide për ta ndryshuar. Ata ka padin no, po ky dhe 9 muaj ka, kështu i do vi koha për po që ky gjallë, po që ky kryeminist kupton apo jo. Pra i vetmi institucion kupton. Dhe vetëm raportime dhe informacione që jep kontrolli i lartë i shtetit, zyrtare dokumentuara, tregojnë të vërtetat sa parëmbrëm e falenderojmë Departamentin e Shtetit Amerikës me vonesë, po e nxorri, e vuri në faqen e saj dhe ambasadë amerikane e vendosi, vërteton që qeveria shqiptare nuk është qeveri shteti, po është organizata e krimit organizuar më të egër që ka pasur Shqipëria. Prandaj, me shumë të drejtë, Bushati, analisti, si Andi Bushati si ka kërë, ja tha në sy para 2 muaj Edi Ramës, që Partia Socialiste duhet të mbyllet me vendim gjykate si organizatë e krimit organizuar. Që se ma mënti. Ka thënë që para I ka konstante deklaratat kundër jo, zotit këtë thaj, ka shumë drejtë. Po jo Partia Socialiste. Struktura drejtuese Partia Socialiste. Se jam dakord unë. Pra koka që ka kyja, deputetë Partia Socialiste që ka pjesë e këtia, qeveria dhe ai të mbyllen me vendim gjykate dhe shkojnë të gjithë para drejtësisë se i bën dramë Shqipërisë. Zoti Limaj, se nuk dua ta harroj pjesën e Greqisë. Më jepni një koment për raportet Shqipëri-Greqi dhe çështjet gjithmonë të siguria. Përse është një kërcënim që gati është konstant sipas ekspertëve që vjen nga fqinja jugor. Greqia është shtet i organizuar. Dihet historikisht. Punon për interesat e saj. Nuk bën në asnjë mënyrë këto veprime që bën Edi Rama, se këto janë të mërshme. Dhe në hartën e saj, jo bën sa për pika, ka Voror Epirin. Në qoftë se dëgjuat ju e kryeministrin e Greqisë para 2 muaj tha, 200.000 shqiptar paguan me pension nga Greqia. 200.000.
Jo dhero. Pra 200.000 shqiptarë që kanë punuar në Greqi këto vite, e kanë dalë, ose që janë në Shqipëri, po kanë bërë shtesë greke, marrën pension në Shqipëria. Pse marrën pension këta shqiptarë të pjesë vorë periote nga Greqia? Shkaku në Shqipëri. Sepse, ky Edi Rama i famshëm, u jep pensioni 160.000, pra pensioni mesatar i shqiptarëve që jetojnë në fshat është 106.000 lekë të vjetra, pra $100. Sa janë me këtë pensioni? Dini shifra dy sa janë nga 780.000 pensionistë ka Shqipëria? Sa janë në fshat me këtë pension? E dini sa janë? Duhet e 450, mos gaboj. Po, ndërsa pensioni mesatar në qytet është $206. Merë e mëndi. Kur pensioni minimale ka bërë Kosova që dëllu nga lufta €200. Jo në përë. Dhe shifra e mbi jetesës në Shqipëri është 256.000 lekë. Shifra mbi jetesës. Shkërtërisht. Pra një njeri që të jetojë në Shqipëri, me të çmime, me këtë fare, është zyrtare, do 250.000. Tani ky kryeminist jeton në qiell. Në avion që janë me milion, në euro, që për të këtë fare. Si e zë gjumi këtë, kur prindit në moshë të tia, si moshë të më për jo, në fshat bëjnë diskur për bukë? Unë jam tani një personalitet civil. Nuk paguam më shtetë, por në linjët e mija. Mua nuk zë gjumë me mërë pa dhe unë ti mërë ti. Shi që flasë për të jo. Si ishte mundu kjo njeri, ja shëkju dhe kryeministë sështë e për Shqipërinë, kryeministë fare, floj gjumë, bërthë me avione, vete pi verën atje me mira ero të aji more mafja, ndurës, dhe rri qetë. Pa, si mund të qua që nuk ka tradhti kombëtare këtu për zhduke në këti populli? Si mund të frësh? U shoj një plak ati, s'ka vete pagoj kafe, nuk kemi pasur unë. Unë kam të një të ardhur normale të intelektuali, i pagoj kafe. Në një autobus, shikoj një plak, shikoj fare, zjetë 2.000 lekë vjetra, javë të gjabë hapsyte. është çështje shpirtërore, njerëzore. Kur isha unë në Turqi, erdhi kryeministri Xheviti. Xheviti, Partia Socialdemokrate, ai që është bërë filmi kur ka ardhur pandemia, ka bërë ne ka bërë filmi